Juristi dhe aktivisti i njohur Islam Ismailej, themeluesi i Partisë Demokratike në Krujë, ka dhënë një intervistë në të cilën komenton mundësitë e largimit të qeverisë aktuale. Gjatë bisedës, Ismailej thekson domosdoshmërinë e krijimit të një aleance opozitare, që sipas tij duhet të përfshijë dhe emigrantët diasporë për të kontribuar në rrëzimin e pushtetit kryeministrit Edi Rama. Partia Demokratike në vend zhvilloi një politikë liberale, solli pluralizmin në Shqipëri, u krijua ekonomia e tregut dhe pati edhe disa suksese dihet ndërkombëtare, si antarësimin e Shqipërisë në NATO, liberalizimin e vizave, si dhe faktin që rotacioni politik pluralizmi me ato defektet e veta funksionoi deri në vitin 2014. Në rrethanat që banda kriminale e strukturuar është e provuar katërcifrisht në gjitha kancellaritë e botës. Është e provuar nga çdo njeri që don të kuptojë nga fakti, nga e vërteta. Dhe në këto rrethana, deri në momentin që qeveria kthehet në në organizatë kriminale, është e logjikshme që të vijohet me metoda të ndryshme për t'ia shkurtuar ditën. Unë mendoj që qeveria teknike në diasporë, ku të konsiderohet sipas meje lëvizja kombëtare, gjithë kombit shqiptar i bëjtirë, për krijimin e shtetit ligjor në Republikën e Shqipërisë, për largimin në çdo kusht, në çdo metodë që parashikon njerëzimi të organizatës kriminale të Edi Rama. Unë shpresoj te morali i kombit shqiptar që nuk pranojnë ky komb me ra në nivelin e njerëzve të pamoralshme e një strukturë kriminale të Edi Ramës. Unë do ta mbështesja në të gjitha format një qeveri teknike nga diaspora me krah force, që të zbatohet morali shqiptar. Avokati gjithashtu rendit disa alternativa për ndryshimin e qeverisë, duke përfshirë dhe opsionin e një qeverie teknike si një mënyrë për të nxjerrë vendin nga kolapsi i zhvillimit dhe për të garantuar tranzicion të qetë.